Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancën e 18 me radhë në përpjekje për konstituim. Pavarësisht deklarimeve të shumta, duket se edhe sot pritet të jetë skenari i njëjtë sikurse në seancat e mëparshme. Pak para fillimit të kësaj seance në sallën e kuvendit, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku dhe ai i nismës Fatmir Limaj kanë shkëmbyer disa fjalë mes vete. Nga fotografitë shihet se Abdixhiku dhe Limaj kanë pasur një diskutim serioz. Në fund të bisedës së tyre, ata i shtrënguan dorën njëri tjetrit. Ndërkohë, kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj është deklaruar para seancës së radhës për konstituimin e kuvendit në Kosovë, duke theksuar se ngërçi aktual mund të tejkalohet vetëm përmes dialogut dhe marrëveshjes ndërmjet partive politike. Një marrëveshje politike është e domosdoshme, mendoi se secili duhet të jetë i thirrur përgjegjësisë së vet. Forcat e tjera politike nuk ka, këto janë që janë, tha Limaj para gazetarëve. Ai theksoi se rruga e vetme për daljen nga situata është përmes bisedimeve dhe marrëveshjeve politike, ndërsa bëri të ditur se nisma nuk ka pranuar asnjë ftesë për të dhënë propozime në lidhje me procesin e konstituimit të kuvendit.